Bën historien since then how is Yeah, that'd be great. Edhe veç edhe një pyetje e kena. Kur ke fillu punën mas luftës, sa kon zor me u kthym vend të punës ku ke qenë, edhe qysh është, analizon pak qysh është tash Trepça për perspektivës tone, qysh do të funksionojë. Me 20 qershor, më fal veç pak. Me 20 qershor 99-ën në ardhën minier në Trepçe. Batalioni 3 krejt ushtarët e Shalës jena pozicionu këtu. Tash po 20 qershor. Trepça ka qenë në administrimin e regjimit serb. Serb nuk e na gjetë këtu. Depoja ka komplet, elektromaqineria këtu, minier nuk e na lëshu. Qatë dite ka arë këfori me 10 helikoptera, ushtarët e këforit, na kanë rrethu krejt. Ushtarët e Huqës na kanë marrë, na kanë lidh, komandontat na i kanë marrë, na i kanë qu poshtë, armatim kush ka pas, ja u kanë marrë komplet, edhe na kanë liruar edhe s'kena gjetë njerëz, mas luftës qatë me 20 qershor, s'kena pas njerëz me arë këtu më pozicionuar. 2 ditë kena marrë sigurimin vetë, rojtarët, ushtarët e Huqës, unë vetë jam kohë këtu, edhe krejt elektrike në komu dheq, edhe do ushtarë në poshtë të sigurim. Mas 3 dite, na kanë qitë krejt, arë këfori pozicionu këtu, pozicionu ka marrë kompetencen, edhe i kanë pru sërt me punue. Sërt kanë punu deri muajin 10 orë, ka 17-20 orë, nuk e di 99-ën. Me probleme, rrugëve, pengesa, punëtorët e katonarët e ndali kanë bloku rrugë, po dojmë puna, jem qiti venin, na peqitujmë varëm se tu ka është e jone e vashme, bujësi nuk më në zhvillan, ka pak blektori, faktikisht janë detyrue me largu sërbët, edhe me fillu në kanë lënë neve Trepçën në administrim. Në atë fazën, kur kena fillu në muajin 10 orë 99-ën, Trepça ka qenë shumë e shkatrume. Unë im konë i pozicionum në brigadën 141 me u kanë vështre bazën, shtabin e kemi pas. Pe atë ujtë më ka thirë drejtori i shërbimit elektromaqinerik, me arë mu kujdes për pompa. Pompa se miniera është të rreziku me pim ujtë. Jo marrën minier. Pe uniform jo marrëm hinë minier. 17 ditë kom punu në minier. Dhe sa i kemi aftësu pompa, ati kemi lëshu në sistem, qarkullim, e kemi shpëtu minierën, dhe me anë në konë, 1 ditë 2 mos me parë miniera i shfundos. Edhe mos kishëm ujtë me vite me rinë gjallë. E kena aktivizu. Niveli ujtë ka qenë pej horizontit 11, dhe niveli horizontit 10, 60 meter nivel ka pas ujtë, do me anë me miliona meter ko buj ka pas ato. Qështë shumë ujtë, se miniera është e rreziku veç për ujtë. Edhe unë ju më shku prap të shokët e luftës, këtu kanë fillu njerëz të kanë punue, kanë mbledh njerëz ka dal, miniera ka qenë tejet e shkatrume, se e kanë eksploatue në mënyrën më barbare të mundshme. Zakonisht, kur të bëhet një punisht o një eksploatim, vendoset shkolla e sigurisë, ata ku i ka orë ma letë e ka eksploatue. Regjimi i Serbisë, ku ka orë ma letë. Qëtu për më pa, dzehja mirë që to eksploatue, se ka di që ju kom sigurua se kja. Që të me aprish qa shtyllë, kja bjen. Ata si kanë interesu, veç kanë rreziku, veç kanë zirë dzeje sa më shumë. Ata këshin eksploatu dzeje shumë. Faktikisht, kur ju mardhën e 2012 këtu, nuk janë kushtet e mira, po kryesisht bëhet një punë, shërbimi jo në elektrika, i kontrollon stabilimentet, pajisjet e pompa, trafostacionet, shërbimi maqinerik, ashtu i kryen krejt përgjithsisht, punëtorët e prodhimit punojnë. I kemi disa maqina shumë të mira të prodhimit suedez, dhe bombera, që i zavendëson përmi 100 punëtor, mirë automatike me rrymë hidraulik punon që po në cerë. Qysh o konë nuk është, mundet me konë ma mirë. Unë e komendu që kena me ecë ma përpara për pengesat mëja, kështu nuk jo. Qatë dush vetëm, halatë.